Besimtarët janë ata që namazin e tyre e falin me ndrojë dhe frikë. Janë të friksuar përpara Allahu xhalla xhalaluhu kur dalin në namaz. Kjo çfarë do të thotë? Kjo do të thotë se namazi si adhurim ka dy aspekte të rëndësishme. Një është aspekti formal, pra gjërat që ne i dimë të gjitha, pra marrja e abdesit, pastërtia e vendit, e rrobës, drejtimi nga kibla, koha, njeti, dhe pjesët e brendshme të namazit si qëndrimi në këmbë, sejdja, rukuja, leximi i Kuranit, tekbiri fillestar, pra këto bëjnë aspektin formal të namazit. Pa i bërë këto, nëse mungon njëra prej këtyre namazi nuk quhet. Por ky është vetëm aspekti formal. Namazi ka dhe një aspekt brendshëm, që është aspekti shpirtëror. Besimtari duhet ta di që namazi është një adhurim që tregon lidhjen e njeriut me Allahun xhalla xhanu. Është një komunikim i drejtë për drejtë i njeriut me Allahun xhalla xhanu. Dhe si duhet të jetë? Pra duhet të jetë në një gjendje robërie të plotë. Pra ta shfaq njeriu se është rob i Allahut xhalla xhanu dhe po i drejtohet atij me adhurim. Cilësia e dytë, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Cilësia e dytë e besimtarëve është se ata largohen nga punët e kota. I refuzojnë veprat e kota, veprat që vrasin kohën, veprat që nuk kanë vlerë tek Allahu xhalla xhanu. Dhe këtu futen shumë gjëra pra të padobishme. Tjetër cilësi, وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Besimtari është ai i cili e jep zakatin vazhdimisht. Është ai i cili i ndihmon të varfrit, i ndihmon nevojtarët. Cilësia tjetër është se ata e ruajnë derin e tyre. Ata e ruajnë derin e tyre. E ruajnë brezin, nuk bin në imoralitet. Besimtari qëndron lart imoralitetit. Përveç se në martesë aspekti i lejuar i epshit të njeriut është martesa. Dhe kanë thënë dietarët, rrethi i të lejuarës është shumë i mjaftueshëm për besimtarin, për njeriu. Nuk ka nevojë të dalë prej rrethit të lejuarës. Dhe është e rëndësishme se kur flet Kurani famullar për imoralitetin thotë mos ju afroni. Wala taqrabu zina, mos ju afroni imoralitetin. Nuk thotë mos e veproni, wala taznu. Thotë mos ju afroni. Pra mos e përgatitni terrenin, mos u afroni tek terreni i përshtatshëm për imoralitet. Tjetër cilësi, walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Besimtarët e vërtet janë ata që e ruajnë emanetin që ju është besuar dhe nuk e thyen premtimin. Besimtari e mban fjalën e tij, e mban besën e dhënë. Nuk mund të mendohet për besimtarin që të tradhtojë. Nuk mund të mendohet për besimtarin që të dalë jashtë fjalës që ka dhënë. Sepse thyerja e premtimit është nga cilësitë e hipokritëve. Pra ai i cili e thyen premtimin, e thyen besën e dhënë, ka një cilësi të hipokrizisë, thotë profeti alayhi salatu wasallam në një hadith të tij. Tjetër cilësi, walladhina hum ala salawatihim muhafidhun. Besimtarët janë ata që janë të kujdesshëm në kryerjen e namazave në kohën e duhur, në kohën e tyre. Dhe në hadithin e dim që namazi më i pëlqyer tek Allahu xhalla xhanu është namazi i falur në pjesën e parë të kohës. Ulaika humul warithun. Dhe cilësitë përfundojnë me ajetin ulaika humul warithun, vërtet besimtarët janë trashëgimtarë. Çfarë do thotë kjo? Alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Janë ata që trashëgojnë Firdausin, që është grada më e lartë e xhenetit, dhe ku aty ato do të jenë
në mënyrë të përhershme. Do të jenë përherë. Dhe thot profeti alayhi salatu wasalam në një hadith të tij, çdo njeriu i janë dhënë 2 vende, një në xhennet dhe një në xhehenem. Sepse në esencën e tyre besimtarët janë njerëzit janë krijuar për të besuar Allahun xhaleshanhu, për të bindur atij. Ata që binden normalisht marrin vendin e tyre. Mosbesimtarët çfarë ndodh me mosbesimtarët që nuk binden dhe nuk e besojnë Allahun xhaleshanhu, vendet e tyre në xhennet ku jeten besimtarët. Prandaj thuhet, vërtet ata janë trashëgues të xhennetit. Ato janë trashëgues të vendeve në xhennet. Jo vetëm që u jepen këto vende, por edhe më tepër, thuhet në hadithe, edhe më tepër do të ketë për besimtarët. Sigurisht, shpërblimi i Allahut xhaleshanhu nuk ka kufi, nuk ka llogari. Allahu xhaleshanhu na bëf prej besimtarëve të denj, prej atyre që bartin këto cilësi dhe inshallah të reflektojmë për gjendjen tonë